Zhvillohet të njëjtë edhe provimi i dytë i minimaturës për nxënësit e klasave të nënta. Për lëndën e matematikës janë 1056 nxënës, ndërsa provimi zhvillohet në 15 qendra të ndryshme nga 49 shkolla publike dhe jo publike në drejtorinë vendore Vlorë Himar. Provimi zgjat për 2 orë 30 minuta, teksa ka nisur në orën 10 dhe ka përfunduar në orën 12:30 minuta. 1056 nxënës të klasave të nënta nga 49 shkolla publike dhe jo publike në Vlorë janë testuar këtë të njëjtën në provimin e dytë të programit kombëtar të arsimit bazë në lëndën e matematikës. Provimi është zhvilluar në 15 qendra testimi të vendosura në shkolla publike të Vlorës, ku sipas zyrës vendore të arsimit parauniversitar të Bashkisë Vlorë Himar janë marrë të gjitha masat e nevojshme për mbarvajtjen e procesit. Administrimi dhe koordinimi i provimit është realizuar nga 15 përgjegjës të administrimit të provimit dhe 96 administrator të shpërndarë në të gjitha qendrat e testimit. Testi për nxënësit e klasave të nënta ka zgjatur 2 orë 30 minuta. Provimi ka nisur në orën 10 dhe ka përfunduar në orën 12:30. Gjatë gjithë procesit, strukturat përgjegjëse janë angazhuar për të garantuar respektimin e rregullave dhe standardeve të përcaktuara për zhvillimin e provimeve kombëtare. Ky është provimi i dytë në kuadër të programit kombëtar të arsimit bazë për nxënësit e klasave të nënta. Vetëm pak ditë më parë ata u nënshtruan dhe testit të gjuhës shqipe, ndërsa kalendari i provimeve do të vijojë deri në 30 qershor, datë në të cilën do të zhvillohet testi i fundit.